Mungesa pastrimit të kanaleve të vaditjes në fshatin Darajat të njësisë administrative Dajç është kthyer në një sfidë prej vitesh. Bimësia në këto kanale jo vetëm pengon në kultivimin e tokave bujqësore, por është kthyer edhe në rrezik për lëvizjen e banorëve në rrugën kryesore të fshatit, tregojnë ata. Edhe me të ardhë ujë, këtu s'ka ka kalan njëherë, as nuk ke qa bën. Plus rrezikjet që një të rrugë është në shohëm gjanë prej aty. Edhe me kanë dikush të del për para në i bime dhe nësh, se shihet gjanë prej ferrave, prej... Tu nuk ka pastrim, as nuk ka administrator, as nuk ka kërkun ky vend i ka la durt. I ka la durt se nuk punon kërkush, nuk është i drejt kërkush në këtë vend. Po si nuk është e rrezikshme, këtu bllokohet rruga, bëjnë aksident. Ose si nuk ka më bën aksident kur ferra e ka myt rrugën, e ka myt çdo gjë, shive vet. E ka myt rrugën, atëra bën aksident, mos e rrahen, vriten nga të rresa gjona. Tu atëherë se nuk ka as i dritë, as nuk ka kur një formë ndryshimit. I shef shumë vende, i kanë pastru pjesë të veta. Po këtu nuk ka njerëz se kanë ikë tonë, për shkak ka mjet pa pastru. Ai tjetër ka pastru, dikush se ka pastru. Për banorët, problemet që sjell mos pastrimi i këtyre kanaleve janë të mëdha. Po se vadite kallamosin. Po çdo gjë ka do ta merresh prodhimin. Ka do të vinë të arnët për shmintuj. Po i kam tokat, fakun tokat e kam dhënë vllajt i punën vllaj. Po si s'është vështirë ku nuk ke kanalin e pastruar, që ferret. Ku ke kanalin? Ti merr vetë kanalin, ku ka kalen ujë. Nuk ka kalen ujë, ferra ka myt. Beri ka dësh fush, ton fush dhe ragjatit, del në shirs, del mushan, del në suka, ti e ke tokat, tona i ke dik, nëse unë... Ta kthejnë edhe i fije ma te për vëmendin. Janë mundun duket me do kanale, po me gjithate, ata dinë atë punë. Disa herë Star Plus Televizion ka trajtuar këtë problematik të adresuar nga banorët në redaksin tonë, ndërkohë që u kanë kërkuar institucioneve përgjegjësi informacion mbi masat e marra lidhur me këtë çështje. Pavarësisht premtimeve për një aksion të mirëfillt në këtë zonë, ende nuk ka filluar puna në terren.